أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على مبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن استنى بسنتهم إلى يوم الدين وبعد. الله نفلندروim për tifali dhe ndihmë kërkojmë kon Allahu subhanahu wa ta'ala udhëzon në rrugën e tij të drejtë, nuk ka kush e humbur sa të cilën e lën të humbur, nuk ka kush e udhëzon në rrugën e tij të drejtë. I dërgojmë salavatet Muhammedit alayhi salatu wassalam, familjes së tij të pastër, shokëve të tij të ndershëm dhe gjithë atyre që ecin dhe e ndjekin në rrugën e tij me përpikshmëri. Më lejoni në radhë të parë t'ju përshëndes me përshëndetjen e banorëve të xhennetit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nuk e lutë Allahun subhanahu wa ta'ala me emrat e tij të bukur dhe cilësitë e tij të përsosura, që këto minuta që do t'i kalojmë së bashku, Allahu t'i bëjë të bereqeshme, të begashme, dhe kur dalim para tij na peshojnë peshorën e veprave të mira. Padyshim se çdo fillim e ka edhe mbarimin e vet. Ja pra që edhe ne në këtë rrugtim të përbashkët të shkrimit më të bukur të njeriut më të mirë që ka shkel fytyrën e tokës, po thuaj se sonte inshallah taala e përfundojmë me shkrimin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Me të vërtetë unë e konsideroj që ka qenë nder për mua. Ka qenë nder për mua, po besoj që edhe nder për ju me ndëgju për jetës këtij burri të madh. Dhe lutë Allahun subhanahu wa ta'ala që krejt ato që kanë thonë të peshojnë nesër në ditën e kiametit në peshorën e veprave të mira, dhe të na bëjë Allahu nasib që të shoqërohemi me to në xhennet. Me fol për vdekjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, padyshim se nuk është e lehtë. Nuk është e lehtë, po në lutë Allahun subhanahu wa ta'ala që Allahu subhanahu wa ta'ala të na mundsoj t'ja jepim hakun spaku kësaj teme, se me të vërtet ndarja për jetëshkrimit ti është si munda fizikisht për ti, edhe pse na se kem po kem pas mundësin këto ligjerata që i kem pas, që nëse zgabej kjo është ligjerata e 16, është dhe të thotë me të vërtet javlen me ndëgju për këtë burë. Duke qenë se mësimi fetar e fitoj formën përfundimtare, dhe Islami fillim me mbretëru mbi Arabin, apo nga dishullën arabik, në tërë Arabin, u paraqitën shenjat e ndarjes nga jeta, e cila do të thotë u sharon të besimtarëve pejgamberit sallallahu alajhi wasallam se po largohet për kësaj botës me fjalët e tij dhe me veprat e tij. Përmes fjalëve dhe veprave ju jep të shenja se une ka kohë tash mu largu prej juve. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam prej përmendim disa shembuj, shenja që tregojnë apo jepshin porosi se largimi i tij është shumë afër. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ju e dini se hynte në itikaf. E bënte itikafin çdo herë në 10 e fundit. Në vitin që diç Ramazanin e fundit hynin itikaf 20 ditë. Kjo ishte me vepër më ju kallzu sahabëve se demek un po iki për juve. Pastaj Gjebraili alayhis salam se cilin vit në Ramazan vinte e bënte hat me Kur'anin një herë, e bëjke muraxha, e diskutojshin, e përsëritëshin një herën, në vitin që vdiq 2 herë. Këto ishin krejt shenja. Pastaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në Hajjatul Wada, në haxhin lamtumis që kena përmendur në dersin e tij e kalum, çai tha, ndoshta tha nuk do të më takoni mua pas këtij viti. La'allakum la talqani ba'da 'ami hadha. Pastaj ju thonte në xhamaratat që ku gjuhën gur shejtani ku gjuh tha khudhu anni manasikakum, merrni haxhin prej meje. Këto krejt ishin porosi me fjale, me vepra se une po iki për kësaj bote. Në fillim të muajit Safar të vitit 11, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dole edhe te Uhudi. Kush ka qenë në Medinë dhe ka vizituar Medinën, e din te kodra e Uhudit, aty janë varrezat edhe të kuj,
70 shahidave të Uhudit. Shkoj me vizitu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sikur se do ke pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mu përshëndette me gjallë dhe me të vdekur. Pastaj tha u kthy pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe hypi në mimberin e tij, pasi që i vizitoi dëshmorët e Uhudit, u kthy dhe hypi në mimber dhe tha, unë para juve do të iki, unë do të jem dëshmitari juj, dhe unë tha, vallahi tash jam të e po, tha, haudin, jam të e po kronin tem, burimin tim, dhe po e shau në ato, dhe mu kanë jep, thot, mu kanë jep qelsat e krejt tokës, mu kanë jep këtë qelsat e tokës, vallahi inni, ma e khafe en të shriku ba'di. Pastaj tha, nuk po tut në tha që ju keni me bo shirk pas meje, pas vdekjes time. Walakin e khafu alejkum en të nafesu fiha, po frikona se keni me garu në dynja, mu shty me njoni tjetin me qka? Me dynja. Edhe kjo është gjendja e muslimanëve sot, për fatkeq. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në natë prej natëve, në gjysë të natës u ngret dhe shkojnë Bakije, në varezat e Medines, kërkoi falje për banorët e varezave të Bakijes, ju tha assalamu alaikum, paqja dhe shpëtimi Allah të qoftë mbi ju, o ju banorët e këtyre varezave. Pastaj tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pas duas që boni për ta, u kthy pejgamberi alayhi salatu wasalam në shtëpinë e tij, dhe kështu filloi me ju shfaq smundja e tij. Filloi në 29 sefer, me 29 sefer, vitit 11 të hijretit, që ishte dita e hënë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e përcjelli një xhenazë në Bakije. Shkoi me përcjell një xhenazë. Tu kthy rrugës, ja nisi me i dhimbt koka. I nisi me i dhimbt koka dhe nisi me u shtu temperatura. Sa që u vrente temperatura e tij në ballin e tij, sa që e merrte atë shallin e tij që kishte e shtrëngonte shumë prej dhimbjes kokës dhe temperaturës së madhe, dhe kështu erdhi dhe e gjeti Aisha radiallahu anha, tu thonë edhe Aisha wa ra'sa. Aisha dhe ke, oh, po më dhem kryt. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, po, tha, ty po të dhem kryt, tha. Po edhe mu, tha, tu më dhim kryt, po ty ka me të kalu e mu. Ep keni isharet se po largohet alayhi salatu wassalam. Kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju fali dhe të tëtë muslimanve 19 dit, apo çush është përmend diskutimi mes ulemave, jon ato dit e smundjes ti 13 deri në 14 dit, ka zgjat smundja e tij. Ndërsa në javën e fundit të jetës ti, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam filloi me u shtu smundja, filloi me ndi dhimbje dhe më shumë, edhe i pytte gratë që ku jam në nesër. Ku jam në nesër, kur e pan në gjendje gratë e ti, than, ja Rasulullah, ku po ki qef me ndajt, që mos me kalu për një grujen të një gru tjetër. Tha, po du të Aisha radiallahu anha. Edhe vendosi që me kalu smundjen e ti të Aisha radiallahu anha. E morën dhe e bartën pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke qenë te Aisha, sa smujke me hec alayhi salatu wassalam, e bante ato Fadl ibn Abbasi, Ali radiallahu anhu, e bajshin pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, sahabët kur e pan pejgamberin sallallahu alaihi wasallam të mbajt krave, kjo i rëndoi ata dhe kuptuan se smundja e tij është serioze. Aisha radiallahu anha, kur erdhi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në shtëpinë e saj, filloi mi këndu, i fryte, i bënte si një lloj rukje, i këndonte kul huwallahun, felekin, nasin, ashtu që kish pa mësu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe ja fërkonte fytyrën e tij me durët e saj të ndershme. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dashurit e mi, 5 ditë para se me vdek, nisi mi u shtu temperatura në trupin e tij, sa që për shtimit më të temperaturës i binte edhe të fikt alayhi salatu wassalam. Atëherë tha,
mi mbledhni, tha, 7 kofa uj prej 7 bunareve të lloj-llojshme dhe prumni mu pastru me to. Shkuni mbledhen, e prun dhe e vendosen pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në ato farë burët e mëdhaja përpara që u përdoshin për pastrim, nisen me i qit uj, i qiten uj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam derisa dikur i tha hasbukum, hasbukum, mjafton, mjafton. Pastaj filloi pejgamberi sallallahu alajhi wasallam mundi pak më mirë. Edhe dul me u fal muslimanëve namazin. Dul me u fal namazin, kur e fali namazin, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam hypin minber dhe tha, e njerëz u mbledhen rreth tij, tha, la'natullahi ala al-yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Tha Allah i mallkoft hebrejt edhe të krishterët të cilët i morën varet e pejgamberëve të tyre për xhami. Pastaj tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, la tattakhidhu qabri wathanan yu'bad. Mos e merrni, tha, varin tim vend për adhurim, mos le adhuroni varin tim. Edhe kjo të vjen keq, ndihesh keq kur isha disa musliman zemonit ton shkon në Medinën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i gjen disa ignorantë të cilët vallahi i gjen edhe tu fal ka drejtimi i varrit, që kibla është në të kundërtën e varrit. Wallahi s'kam punu me porosinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Sa ai tha, i mallkoj, tha, Allah i tha i mallkoft hebrejtë dhe krishterët të cilët i morën varet e pejgamberëve të tyre. Çka? I morën varet e tyre për adhurim dhe i bën do thot ato xhami. La tatruni kama atrat an-nasara Isa ibn Maryam. Fa mos më trajtoni mu që kanë trajtu Isan të birin e Merjemes të krishterët. Fa unë nuk jam gjë tjetër dhe se pejgamberi Allah dhe i dërgumi i tij. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këtë moment, duke ligjiru, duke jep porosi shokëve të tij, atëherë vendosi edhe trupin e tij, e vendosi për hakmarrje nëse ndokuj ka hin hak. Tha, ku ja kom hi, ku ja kom godit, apo kon e kom shojt, tha, ja që ko trup jem dhe që e kom une. Sahabet e ulshin kokën dhe nishin me kajt krejt. Krejt sahabet kajshin, edhe sikur sa ta dëshin me thonë, kush mundet mu qu tash me lyp hak për balteje, ja Rasulullah, kur në mes të xhamis po ndëgjohet një za. Po ndëgjohet një za për ngrit dorën një sahabe, tha, ja Rasulullah, tha, ty i bo reshtat një luft për i luftave, tha, me shtagën tënde, e kësh një shtagaj që i rështon të reshtat, tha, ma kehin bark, se shike ku shë pejgamberi s.a.s. Kur u ngrit sa ngritu, u ngrit e pa u kashe ibn Muhsan, tha, u kashe, ti e aj për ty që bona dua para pak ditve, e dini jo hadithin e 70.000 herë 70.000 xhennet, kur tha, ja Rasulullah, lutu për mu që unë të jam për atyne që të hinë xhennet, pa llogarie, pa azab. U që Alija radiallahu anhu, tha, ja Rasulullah, unë tha, alej el qisas, det më godet mu, ejlis, tha Ali, ejlis. Pastaj tha Ali, sa shko të Fatimja, tha, e kom shtagën, me të cilën i rështe, i bëjsh aresht safat, shko mere pruje shtagën. E prujti shtagën, kur shkaj Alija radiallahu anhu të Fatimja, për i thot qikës vet, qikës pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tha, ja Fatime, o Fatime, tha, më ka dërgu, tha, baba jut me ma jep shtagën me të cilën i rëndon të i bën të resh shtafat. Fatimja për i thot, tha, Alisa, altu kon smut tash po tani. Nuk po tani me lon rahat. Tha Fatime, tha, ama shtagën se pejgamberi s.a.s. është të kërku. Erdh të pejgamberi s.a.s. Alija radiallahu anhu, pruni shtagën, e thiri u kashën, tha, afrau. Kur afru kashja, i tha, ja Rasulullah, o lakin batni kane me këshuf. Tha, dit kur ma ki hi, tha,
Barkë ka qenë çplo barkë se do me ta hi. Sahabët janë nisën me kajtë se s'kishin me paramendus, po do me hi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E moru kashja. Shtagën u matë një herë, u matë 2 herë, tretën herë e gjujti shtagën në dhullë dhe e puthi barkin e ti sallallahu alaihi wasallam. I tha pejgamberi sa mëse ka bën kështu, tha o kashe. Tha po du, tha që buste mia me prek lëkurën tonë dhe për herë të fundit ja Rasulullah. Atër sahabët e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam fillojnë të vuajnë edhe më shumë. Kështu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, wallahi billahi nuk kime gjetë njeri më drejt se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Shisha, i pari shtetit, komandant, kretar, gjitha, ama nuk donë të mu largu pi dynjas nëse i ka bot dikuj pa drejtësi. Kjo të regon një shembull praktik si du të me qenë udhëhetësi i muslimanve. Pastaj, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam zbriti dhe ja u fali dreken. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam apet u kthyn me në mimber, tha mos i kom dikuj borxh. U ngrit një prej sahabëve, tha po ja Rasulullah, mu mi ki 3 dirhem borxh. I tha Fadl ibn Abbasit, ktheja, tha, jepja borxhin. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha usikum bil ansar, bëj porosista me mikëshyr ansart. Ata jonë, tha, ata jonë do më thonë familja jeme, ata jonë të mitë, ata jonë të cilët e kanë kry një amanet të madhë, dhe me kanë strehu, po ju kanë betë hala me e vazhdu, dhe me e keni kry me mu, vazhdojni hala. Këto ishin këtë porosi dhe isharete për me qenë një dorë. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha inna abdan khayyara Allahu an yu'tiyahu min zahrati ad-dunya ma sha'a wa bainama 'indahu fakhtara ma 'indahu. Atër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha Allahu tha i kalon një robit me i përzgjedh apo don bukurit e kësaj bote, të mirat e kësaj bote, apo ajo që ka gjendet te Allahu. Tha ai rob e zgjedhi ato që ka është te Allahu subhanahu wa taala. Abu Bekr radiallahu anhu ja nisi me kajt, edhe tha fedejneke bi abaina wa ummahatina ja Rasulullah. Tha fliofshim nanat edhe babat tona ja Rasulullah për ty. Sahabët u çuditshën dhe shka me këtë plak. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po kallzon për një rob pe robëve, e ky po i thot to fjalë. Po Abu Bekri që thot, e përmend Abu Said al-Khudri, thot ishte njeriu më i meçur në mesin e sahabeve, kuptoi se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po do mu largu pi kësaj bote. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha inna amna an-nasi alayya fi suhbatihi wa malihi Abu Bekr. Tha njeriu më dordhëns, më përkrahas ndaj meje, tha është kush? Ebu Bekri radiallahu anhu. Edhe kjo ishte një shaj tjetër që këtë du të më kon pas meje. 4 ditë para vdekjes pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shkoj këty u shtu dhimbja ma shumë e ma shumë. Atër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha ma pruni një letër, tha t'ja u shkruajnë një porosi. Po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte në gjendje shumë të keqe, sa që i binte të fikt. Atëre pranishme vishte Omeri i tha mos e mundoni, tha pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, na mjafton e kena Kur'anin edhe sunnetin e tij. Fillon me u ramos pajtim ata që ishin prezent aty, derisa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha ngrituni, tha, dhe largoni prej meje. Atëre pejgamberi sallallahu alaihi wasallam porositi me një porosit tjetër, tha akhrijul yahuda wan nasara wal mushrikin min jaziratil arab. Nxjerrini, tha, jahudit dhe të krishterët dhe mushrikint prej gadishullit arabik. Pastaj tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i porositi me porosit tjera, përgatituni, tha, delegacionin apo që shnihet, do më thonë ushtërinë e Usames, niseni. Dhe këto ishin porosit e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe tha
as-sala, was-sala, o ma meleket ejmanukum, namazin, dhe ato çka e keni në pronësi o musliman. Pastaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam filloi me ushtu smundja dhe më shumë. Në ditën e ejte, 4 ditë para se me vdek, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam doli ja u fali namazin e akşamit, edhe ky është namazi i fundit që e fali me ta. E lexoi pejgamberi sallallahu alajhi wasallam surën Mursalat. Ja u lexoi surën Mursalat, pastaj në namaz të yacis që shtu smundja dhe më shumë, provoj 2-3 herë me dal me u fal yacin, nuk më i ke. Atëherë i tha Aishës, muru Ebi Bekrin li usalli bin nas, tha urdhërojeni Ebu Bekrin që të del që u fal namazin. Aisha radiallahu anha, sikur se çdo vajzë që ka qef me rujt babën e vetë mos me qitë në pozit lakmushme, se Aisha ishte e meshme, e dike që vendin e pejgamberit a son s'mundet me nëzon kërkush, e s'dejke me lon babën e vetë me dalë aty tani njerëz me kritikue, me shajt. Shkoj me bint Hafsën, i tha, shko thuj pejgamberi s.a.s. let delomeri, se ka zonin ma shumë, ma të ngritum, ndihet ma shumë. Ebu Bekri kur del imam, zemrën a zbut, kur janë isë me ledzu atë shumë qanë, thët smeret vesh asha po ledzan. Shkoj Hafsa me bin pejgamberi s.a.s. atër pejgamberi s.a.s. u më rëzua dhe ma shumë tha, muru Ebi Bekrin, me ordhërojeni tha Ebu Bekrin, tha sëjni shoqet atyne grave të Jusufit që në konde me gratë, din me bo dërdhina njona me tjetëren. Urdhërojeni, tha unë për i thamë Ebu Bekrin, dole Ebu Bekri radiallahu anhu me u falë namazin, e u fali namazin Ebu Bekri radiallahu anhu. Pastaj 2 ditë para se me vdek dashurit e mi, dita e shtun dhe apo e djel pejgamberi s.a.s. gjeti vetëm pak më mirë, nisi mundim më mirë. Dul Ebu Bekr radiallahu anhu ishte e fal dreken. Dul pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Ebu Bekr kur e pa që ka vjen pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nisi me dal pi mihrabit mu tërhek me shu vendin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i buni me isharat që vazhdo, edhe u ol pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Ebu Bekrit afër, dhe Ebu Bekri ja u falte namazin. Ja u falte namazin, edhe kjo është një prej ishareteve tjera të khilafetit të Ebu Bekrit radiallahu anhu. Një ditë para se me vdek pejgamberi s.a.s. mor ditën e djel, e liroj një prej robëve ti që e kish, pastaj i kish edhe veç 7 dinarën shpi, i morë dhe jepi sadakat gjitha. Pastaj pejgamberi s.a.s. ditën e fundit që shë përshkun edhe Enesi radiallahu anhu, thëtë sikur se muslimant ishin të e falë namazin e sabahut, në ditën e hanë Ebu Bekri ishte imam, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e levriti zaren e shtepis, dhe kër e panë sahabet u gëzun, me ndun që është bo ma mirë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, po kështë ai momenti i fundit, keshi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u gëzu se i pa shokët e ti, i pa në saf, e pa gjamin e ti të stërmbushme, u gëzu për gjendjen që po ishe. Pastaj u këthy pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe pejgamberi alayhi salatu wassalam e vazhdoi në dhomën e tij aty ku edhe vdeqaj alayhi salatu wassalam. Hala po apo kur u ngrit, erdh koha e duhas, në kohën e duhas erdh me vizitu qika vet. Ishte mësu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se kur hynte Fatimja radiallahu anha, u qajke në kom, nuk mujti mi u që qike zvetë në kom, u afru Fatimja radiallahu anha, kajke edhe bëjke dua për babën e vetë, nuk bëjke me e po pejgamberi s.a.s. në gjendje. Atër pejgamberi s.a.s. e thiri, tha hajtë dhe tha se bu du me të thonë diçka. Aisha thot nuk kishisha qka po folim, i folë të msheft. Herën e parë tha kur i foli nisi me kajt Fatimja radiallahu anha,
Ndërsa në herën e dytë thot keshi, nuk disha thot Aisha çka u ka bëhet, biseda për çka kështu u bë, pastaj thot e pyeta dhe i thash o Fatime, çka ishte ajo? Në herën e parë çajte, në herën e dytë keshe. Tha në herën e parë tha kajta, tha se më tha unë do të vdes pas kësaj smundje, ndërsa dytën kesha se më tha ti e para për familjes që keme ardhë pas meje, tha të rrugëzova. Fatimja kur e pa pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në gjendje, tha një fjalë, tha ja kërbe ebe, ja kërbe ebete, tha dhimbja, o piklimi im, o baba im, i dhim të baba vetë. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i tha, nuk ka piklim për babën tënë pas soçit. Atëherë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i thiri gratë veta, i këshilloi ato, i porositi ato, pastaj e thiri Hasanin edhe Huseinin, i përqafaj shumë dy nipat e vet. Pastaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në momenti kur më ia dorëzu shpirtin Allahut, Ebu Bekr radiallahu anhu ardh me e pa pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, e pa ti pejgamberi sallallahu alajhi wasallam duk që është mirë. Ebu Bekr kishte një gru tjetër në Walin Medinën, periferit Medinës, dhe shkoi me vizitu. Kur u largu Ebu Bekr radiallahu anhu, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam erdh momenti i dorëzimit shpirtit, por para kësaj, që transmeton Aisha radiallahu anha, thot hini, thot Abdurrahman ibn Abi Bekr, vllavi Aishës, djali Ebu Bekrit, thot edhe kishte misvakun, e dini misvaku është ajo që i pastron dhëmt, e kishte misvakun, tha, edhe e pash që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam pekqyre, kuptova që po don, i thash, apo don me përdor misvakun? Thot ma boni me isharet po, thot ja mora misvakun vllaut, e mora, thot edhe e zbuta mirë, edhe e mora e pastrova dhëmt e ti sallallahu alajhi wasallam, dhe thot është ajo, thot pështyma ime me pështymen e ti për herë të fundit u përzin këtë moment. Pastaj thot, veç e kom ndëgju të thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ma alladhina an'ama Allahu alejhim minan nabiyina was-siddiqina wash-shuhada was-salihin, ma ata që ti Zot i ke begatu për pejgamberëve të sinqertëve, shahidave të mirëve. Allahumma ighfir li, o Zot më fal, o Zot më mëshiro, alhiqni bir rafiq al-aala, më tako me shoqërinë e lartë. Allahumma rafiqul aala, e ngriti thot Aisha radiallahu anha, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gishtin e tij të ndershëm ka qelli, thot të ra dora e tij dhe i dul shpirti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ishte me 11 ditë e hane kur vdiq pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. 4 ditë po i bo 63 vite. Kur do lajmi se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka vdek, sahabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam nuk mundishin me pranu këto. Omeri radiallahu anhu e morën nxirri shpatën, tha vallahi, tha ai që thot se ka vdek Muhamedi alayhis salam ka më akput kryt. E morën shpejt, se ish moment që thot Enesi radiallahu anhu, thot dita më e mirë ka qenë ajo ditë kur ka hi pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në Medinë, dhe dita më e vështirë dhe më e errët ka qenë ajo ditë kur ka vdek pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. E ka plej Medinën e pejgamberi sallallahu alajhi wasallam vaj, kish nevojë që me ardh dikush prej të urdhve për muslimanëve me i qetësu, kanë me e thirr. E lypen Ebu Bekrin, Ebu Bekri s'ishte aty, shkun shpejt me i lajmëru. E lajmëru në Ebu Bekri thot unë isa shpejt, erdha, kur erdha në xhami, tha e pash Omerin, e kish nxirr shpatën edhe bërtit ke u afrova, i thash ndalo Omer, as që më dëgjoj ke thot. Thoj ke kush thot se ka vdek Muhamedi alayhis salam ka me akput kryta, është munafik. Po pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka shku sikur se Musa ka shku te Allahu me i marr fletushkat e tij. Hina thot mbrenda me vërtetu lajmin. Kur hina mbrenda thot e gjeta pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me jet. Ju afrova thot afër, ja çela fytyrën e tij, e pusha thot mball. فاشتبت حيا وميتا يا رسول الله. Tha ishe i mirë, i dërgumi Zotit, i gjallë dhe i vdekur. Ata që Zotit ta ka shkru ty, ata thot jetë të e shiju.
U çfrye Abu Bekr radiallahu anhu mirë, çajti aty, pastaj dënte me I qëtësu sahabët, hypin minber, tha ja yhen nas, o ju njerëz, men kane ya'budu Muhammeden, fa inna Muhammeden qad mat. O Muhammed, tha kush, o njerëz, tha kush e ka adhuru Muhammedin, Muhammedi thot ka vdek, e kush e ka adhuru Allahun, Allahu është I gjallë dhe pa I vdekshëm, tha wa ma Muhammedun illa rasulun qad khalet. E lexoj ajetin, nuk ka Muhammedi s.a.s. vetë se pejgamber, pejgamberve të Allahut subhanahu wa ta'ala, kur ndëgjaj Ebu Bekrin, Omeri radiallahu anhu ndëgjaj ajetin, wa ma Muhammedun illa rasulun qad khalet min qablihi ar-rusul, afa in mata au qutila inqalabtum ala aqabikum, wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurra Allaha shay'a wa sayajzi Allahu ash-shakirin. Thot Omeri kur e kom ndëgju këtë ajet, thot më kanë shu komt, nuk më kanë bajt, thot më komt e kom kuptu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka vdek. Atëre e morën sahabët e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me bogati pejgamberin alaihi salatu wassalam, e që finasën nuk ja heken teshat, ranë mos pajtim ku me e varos. Ebu Bekri tha, kom dëgju pejgamberin sallallahu alaihi wasallam ka thonë se pejgambert varosën aty ku vdesin. Atëre morën edhe ja qelen varin, e largun shtratin ku ishte, dhe u varos aty trupi më I mirë, ku edhe sot e kësaj dite pushon trupi I tij ndershëm në Medinën e tij të dashur. Allahu subhanahu wa ta'ala na bashkoft në xhennet me ta. Unë edhe njerë po thëmë wallahi billahi, për mu ka qenë krenari kjo, dhe mendoj nëse kam në një moment jetës që mu bo krenar me ato, mu me thonë me këtë, se me folë për jetën e këtij burin, as nuk vyn oratori, se vetë jeta e tij është e bukur. Nuk të vyn oratori me lexu për me pas, me qenë oratori madh me dal bukur, jo, veç me lexu ato del bukur. Unë e lusë Allahun subhanahu wa ta'ala që këtë kohë që e kemi kalu, Allah subhanahu wa ta'ala të na e shërbej nesër dhe tjetë ndërmjetësim që me arrit shefatin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me na bo shefat dhe me hinë gjennet dhe me u shoqëru me ta. Edhe njëherë ju kërkoj falje për gjitha që ka ndonë këtë rrugtim tonin të përbashk, e po saqërisht ju kërkoj falje dhe për tradhtinë e emocione, po Allah me qenë zemra pej gurit, me qenë pa tjetër ka me uzbut dhe ndin dhimbje prej ndarjes të këtij habibi sallallahu alaihi wasallam. Kaq do më thonë, aty ku ja kem qëllu është për mirësive të Zotit, ku kem gabuar për me dhe shejtanit. Alhamdulillahi rabbil alamin.